Selam aleikum. Përmendet për gjykatësin Ebu Jusuf. Allahu e mëshiroft. Se njëherë, në kohën e drekës, ishte duke ecur i hipur mbi një kafsh. Ndërkohë, pranë tij kalon një jo besimtar. Ndërkohë, pra ishte kulmi i vapës. Dhe ky jo besimtar ishte duke ecë në këmbë. I thot, o gjykatës, a nuk thot ai profeti juaj se kjo dynja, pra si që kuptohet, thot kjo dynja është burgu i besimtarit dhe parajsa e jo besimtarit. Thot kjo po tha, si tha, pra tha ti tha, jenë burg, tha, pra e pa, e duke ecë, atëherë në atë kohë, vetëm ato ishtin mjetet e udhëtimit, pra kafsha, i hipur mbi kafsh, ndërsa ky, në kulmin e vapës, duke ecë në këmbë, pra duke vujt, thot ky, pra që ka parajs për mua, tha po, tha sepse duke marrë parasysh se çfarë mirësie dhe lumturie është përgatitur për besimtarin në botën tjetër, tha kjo dynja për të konsiderohet si burg, ndërsa duke marrë parasysh tha se çfarë dënimi i kopshëm e pret mohuesin, ato pra që i kundërshton urdhrat e Zotit gjithësisë, ato që nuk e adhuron Allahun e lartësuar, nuk e beson profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, për të, edhe pse vuan këtë dynja, konsiderohet kjo botë për të xhenet në krahasim me dënimin që e pret në botën tjetër, Zoti na rujt. Prandaj, vlla i nderuar, motër e nderuar, le të përpiqemi të punojmë për botën tjetër. Ta besojmë Allahun e lartësuar, të zbatojmë urdhrat e të Madhit Zot, ta besojmë dhe ta pasojmë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, cilemi mirë me të afërmit, të respektojmë prindrit, të ruajmë lidhjet farefisnore, të bëjmë mirë, në mënyrë që ta kemi xhenet botën tjetër.